bëhet fjalë për 6 shtete si thash që janë Katari, Omani, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordania, Bahreini dhe Kuvaiti. Një detaj interesant këtu te këto vende është se Emiratet e Bashkuara Arabe nuk goditeshin nga një raket apo një dron iranian që prej javëve të para, ditëve të para të muajit maj, kështu që është kjo listë që në duke dhe në raportimet mediatike përbën atë që quhet si përshkallëzim nga ana e Iranit, sipas asaj që shihet tek Reuters, paktën ditën e sotme. Tani është një pikpyetje e madhe, çfarë ndodh me Hormuzin? Irani pretendoi gjatë ditës së dieshme vonë se Hormuzi është i mbyllur, ndërsa Komanda Qendrore Amerikane thotë jo, ai është i hapur dhe nuk kontrollohet dhe gjithashtu nuk i takon Iranit që ta kontrollojë lundrimin aty. Diçka e tillë është teksuar edhe nga Donald Trump në një intervistë në NBC Newsin amerikan, ku ka thënë se Hormuzi është i hapur. Pra, është e gjithë debati, e gjithë lufta tashmë do të jetë një matje force se kush do të çdojë apo se kush do të prevalojë në krye temën e javës së fundit në lidhje me lundrimin apo qarkullimin tregtar në ngushticën e Hormuzit. E gjithë kjo situata për shembull me kanalin e Hormuzit ka ndikuar në rritjen e çmimit të naftës në bursë? Evidentoi se të paktën mëngjesin e sotëm çmimi i naftës së papërpunuar Brent, pra që lidhet kryesisht dhe me tregun ton, ishte rritur me 4.3%. Një fuqi e naftës së tillë është shitur në hapje të tregjeve të bursave me $79.31, pra në orët e paradites dhe të mëngjesit të kësaj dite të hënë. Por duhet të themi se me gjithë këtë rritje, por e cila tregon vërtet se çfarë reflektohet në tregje për shkak të situatës, çmimi është larg niveleve të larta, pra pikut apo kërcimeve që çmimi pati në kulmin e konfliktit kur kemi patur luftë apo sulme gjatë gjithë kohës. Pra, ka patur lëvizje edhe në tregjet ndërkombëtare, nëpër bursa, çmimi është i ndjeshëm, reagon menjëherë, tregu gjithashtu dhe bursat gjithashtu. Kështu që ky është një tregues shumë i thjeshtë, shumë i lehtë për të kuptuar se sa ndikuese është situata në ngushticën e Hormuzit.